unë i kam ndjekur në distancë diskutimet e sotme dhe miratimin e këtij dokumenti që është për mua dokumenti i dytë më i rëndësishëm pas atij të raportit të progresit publikuar me 5 nëntor të vitit kaluar. Kjo rezolutë mbështetet në gjetjet e progres raportit, natyrisht ka analizuar edhe zhvillimet prej atëherë, por në thelb është reflektimi i raportit dhe gjetjeve të raportit të progresit. Siç e thatë me të drejtë, Shqipëria është në një proces negocimi. Kemi shumë gjëra për të bërë, kemi shumë gjëra për të përmirësuar, por në thelb ajo rezolutë vërteton edhe një herë rrugën e drejtë në të cilën jemi, progresin e padiskutueshëm, shkallën e bërjes dhe realizimit dhe jetësimit të reformave dhe nevojën për të bërë më shumë dhe më mirë. Ju përmendet dy aspekte të veçanta, të cilët janë absolutisht të rëndësishëm. Ne kemi një fat të mirë në Shqipëri, që mbështetja politike dhe mbështetja shoqërore, mbështetja mbarkombëtare për procesin e integrimit është më e larta në Evropë. Në rajon dhe më përfshirë krahasuar dhe me vendet anëtare. Por kam përshtypjen dhe e kam thënë në intervistë të paracakove, ne duhet të përmirësojmë klimën e diskutimit, duhet të përmirësojmë mënyrën se si dialogojmë njëri me tjetrin, duhet të ulim zhurmën dhe të rrisim përmbajtjen, duhet të ulim konfrontimin dhe të rrisim dakordsinë, sepse në BE antarësohet e gjithë Shqipëria, antarësohet e gjithë klasa politike, antarësohet e gjithë vendi. Prandaj dhe impenjimi ynë duhet të jetë dhe kontributi i secili duhet të jetë për të bërë më të mirën, për të ndërtuar dhe jo për të zhbërë. Shqipëria është duke negociuar me Komisionin Evropian, i cili është i mandatuar nga vendet anëtare dhe natyrisht janë vendet anëtare ato me shumë të drejtë, të cilat kanë dhe marrin vendimin përfundimtar. Shqipëria nuk ka absolutisht asnjë ngërç me asnjë vend, në asnjë fushë specifike, por natyrisht kemi shumë angazhime dhe detyrime për të plotësuar. Kjo është puna jonë, kjo është që po bëjmë për ditë me Komisionin Evropian, me vendet anëtare, kjo është që po bën ekipi negociator me kryenegociatorin, kjo është ajo që po bën Ministria për Evropën e Punës së Jashtme dhe gjithë shërbimi i jashtëm, kjo është ajo që po bën gjithë qeveria shqiptare.